Mirë, rrodha për kryeministrin Kurti, 2 minuta. Së pari bëhet fjalë për Fondacion Kosovar, tërësisht vendor, i cili e ka ndruar emrin, nuk bëhet fjalë për korporatën e dikurshme. Së dyti, gjithçka që kemi bërë ka qenë përputhje me ligjin, rregullat dhe transparente. Dhe së treti, besoj që lulëzimi i sektorit të teknologjisë, informacionit dhe komunikimit është dëshmi që mbështetja jonë ka qenë në vendin e duhur. Sa për informacion, në Kosovë kemi diku rreth 20.000 inxhiniera softverit dhe zhvillues, në rreth 1.500 kompani të cilat mbi 80% produkteve i eksportojnë, dhe sa për krahasim, bujqësia bën pjesë 7% në bruto produktin vendor të Kosovës, ndërkaq që sektori i tikut 6%. Me fjalë tjera, investimet që i kemi bërë, shpenzimet që janë plotësisht transparente dhe të cilat i zbërtheva edhe sipas linjave, kanë qenë edhe të dobishme përveç se të ligjshme.